Kryeministri Edi Rama zhvilloi këtë të hënë analizën e punës së qeverisë, ku ministrat raportojnë me radhë për rezultatet e deritanishme, por edhe për prioritetet në vitin e dytë të mandatit të 4 të qeverisë socialiste. Kreu i qeverisë, siç tregoi përmes një videoje të shpërndarë në rrjetet sociale, ishte i pari që mbërriti në tryezën e analizës dhe priti ministrat së bashku me diellën, ministren virtuale me inteligjencë artificiale. Në materialin e publikuar nga Rama, ministrja Mirela Kumbaro përballet edhe me një vlerësim të punës së saj nga diella. Çfarë opinioni ke ti për Mirela Kumbaro? Mirela Kumbaro është një kolege me përvojë të çmuar në shërbimin publik. Bashkëpunimi i qartë mes ministrive është ajo që i kthen prioritetet e kabinetit në rezultate për qytetarët. Për shkak se mbledhja analize e qeverisë po zhvillohet me dyert të mbyllura në vilat qeveritare në Pogradec, nuk dihet nëse edhe antarët e tjerë të kabinetit janë përballur me vlerësime të ngjashme nga ministrja virtuale. Ministrat mësohet se kanë pasur një kohë të përcaktuar për prezantimin e punës së tyre, të ndjekur më pas nga diskutime mbi prioritetet dhe objektivat për periudhat në vijim. Një material video i shpërndar nga zyra e kryeministrit zbulon se projekti Smart City, që parashikon përdorimin e kamerave inteligjente për forcimin e sigurisë publike, është një nga prioritetet e Ministrisë së Brendshme. Po ashtu, mes objektivave të prezantuara janë ngritja e një kampusi të ri të sigurisë dhe binjakëzimi i Akademisë së Sigurisë me homologen e saj në Itali, Rom. Një hapësirë e konsiderueshme në agjendë mësohet se i është kushtuar edhe komunikimit dhe promovimit në media, duke e kthyer mënyrën se si përcillet puna e qeverisë te publiku në pjesë të analizës së përgjithshme. Takimi së hënës pasoi atë të një ditë më parë, kur Rama zhvilloi për afro 7 orë një mbledhje me drejtuesit politik të Partisë Socialiste. Në qendër të diskutimeve ishin edhe 2 dokumentet e prezantuara nga kryeministri në fund të korrikut, Besa dhe prania besnike. Pas analizës së qeverisë, tashmë të kthyer në një praktikë periodike, Rama pritet të mbledhë në ditët e para të shtatorit edhe Asamblenë e Partisë Socialiste, forum ku në të kaluarën ka njoftuar ndryshime në kabinet dhe riorganizime politike. Lëvizjet e fundit i paraprin nisjes së sezonit të ri politik, pas një periudhe të ngarkuar edhe nga protesta që vijoi për afro 3 muaj përpara kryeministrisë.